Në 3 muajt e parë të vitit 2025, volumi i shitjeve me pakicë në Shqipëri u rrit me 7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tregtia ka shfaqur një ritëm pozitive dhe krahasuar me fundin e vitit kaluar me një rritje prej 1.4% të shitjeve të përshtatura për sezonalitetin. Rritja është ndjerë si në artikujt e përditshëm edhe në ata ushqimor, por më i fortë ka qenë ndikimi nga tregtia e karburanteve ku shitjet u rritën me 13.2% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit kaluar. Nëse përjashtojmë karburantet, shitjet me pakicë janë rritur me 4.9% krahasuar me një vit më parë, ndërsa 3 mujori i fundit të vitit 2024, rritja ka qenë në 1.7%. Nga ana tjetër, shitjet e karburanteve të përshtatura për sezonalitetin kanë shënuar një rënje të lehtë prej 0.3%. Nëse shikojmë ndarjen sipas grupeve, rritjen vjetore ka ndikuar më shumë 3 kategori kryesore. Tregtia e karburanteve kontriboi me 3.2% në totalin e rritjes, artikujt ushqimor me 2.4% dhe kategoria ushqimeve, pijeve dhe duhanit me 1.4%. Këto të dhëna tregojnë një ecuri pozitive të konsumit në ekonomi, veçanërisht në sektor që lidhen me shpenzimet bazë, por edhe me konsumin e marrëve të zakonshëm për qytetarët, të nxitur së fundmi dhe nga turizmi. Rritja vazhdueshme e tregtisë me pakicë shihet shpesh si një sinjal i shëndetshëm për ekonominë, veçanërisht në një periudhë me sfida të shumta si rritja e çmimeve apo pasiguria globale.